Krishti unë gjallë, të dashur miq, kam kënaqësinë e veçantë që secilit për jush që e dëgjon dhe e shikon këtë mesazh, t'ju nga zemra gëzuar e përshëndetje pashkët e Zotit. Ngjallja e Krishtit metet gjithmonë eventi ma unik, i papërsëritshëm i natyrës njerëzore dhe i marrë historisë njerëzimit. Jeta triumfon mbi vdekjen dhe pikërisht në këtë ngjarje të jashtëzakonshme borën guximi, forca e shpresa e çdo njeriu. Njeriu nuk jeton për me vdek. Vdekja nuk është fjala e fundit e historisë njerëzore, por ngjallja dhe jeta. Dëshiroj të vë tek secili për jush, në mënyrë të veçantë tek gjithë ju që jeni tu i kalu situata vdekjet, smundjet, vdekjes së shpresës. Krishti është ngjallë. Krishti fiton. Krishti sunon. Krishti mbretëron. Prandaj nga zemra ju uroj gëzuar e përshëndetje pashkët e Zotit.